Përshëndetje të nderuar shikues të ju adhurues të basketbollit. Jemi me duelin e radhës në kuadër të xhiros së parë të Pro Credit Superligës, ndeshja ndërmjet vllaznimit dhe bashkimit që është parapartë zhvillohet në palestrën Shani Nushi, pasi skuadra e vllaznimit është vendase, megjithatë për shkak të problemeve me palestër është zhvendosur në Sezai Suroi këtu në Prizren. Me juve sot do të jem unë Ulpiana Emra, po e shohim pesën startuese të skuadrës së vllaznimit, Reed, Bedra, Ismaili, Koshi dhe Tasyla. Shohim lojtarë të ri tek skuadra e vllaznimit. Në anën tjetër tek bashkimi startojnë Palokaj, Britkostav, Anderson Cousins dhe Lejson Zeqiri. Tasyla e fiton këtë topin e duart e Jon Ismailit, i cili në topin tek Anderson. Britkostav edhe njerë të vishohet, e gjen koridorin, nuk arrin të realizon, por nga plani i dytë vjen Lejson Zeqiri për të përmirësuar. Bedra tek Reed, për i humbur i ti mbrojtje mire Prizrenasve kundër sulm. Ati Koshi edhe i gjuan për 3, nuk është sakt. Reed me i lartin në kërcim, deri në fund nuk qëllon, e merë kërcimin gjithsesi, edhe më tej vazhdon të jetë në mesin e dy lojtarëve, realizon Reed. Lejson Zeqiri deri në fund shkon. Reed për 3, qëllon edhe për treshe. Ziggy Reed për të mbajtur skuadrën e tij në lojë. Nuk arriti Lejson Zeqiri që të marrë atë kërcim, teksa në anën tjetër aty Koshi realizon. Reed. Tasyla do të gjuan për një tjetër treshe, realizon Ron Tasyla. Ismaili mbrojtje e mire, Isaiah Cousins deri në fund, betët i shkurtët, por e njeri të vishuar Reed. Gjen disi hapësirën për tentuar për treshe, hera e dytë. 4 treshe të skuadrës së vllaznimit, teksa e shohim depërtimin per Jovovic që jap këshillat. Blokade dikuan në lek me të futur në lojë. E shohim edhe një herë blokadën ndaj Ron Tasylës. Lejson Zeqiri, afërti është Jon Ismaili, mbrojtje e mire Jonit, niset Reed në kundër sulm, deri në fund shkon, realizon. Koshi dëgjuan edhe njëra, aty Koshi realizon. Kian Anderson, bukur të Bickerstaff. Asistim perfekt i Kian Anderson. I dim tashmë kualitetet e këtij lojtari. Ka shkruar historinë me skuadrën si Gal Prishtinës. Belli i bën gjitha vet, e vudhja të apunis në kundërsulm dhe me ngulitje e përfundoi aksionin. Anderson, Qiri, Palokaj, Bickerstaff, sillet në nkazh. Anderson gjen depërtimin, Kian Anderson realizon, ndalet edhe me personale. I lartë në kërcim Anderson. Kian Anderson. Amri Bedra. Tasyla do të gjuan nga një pozitë vështirë. Topin duart ati Koshit, edhe një Tasyla. Koshi për 3 pikë realizon, ati Koshi vazhdon duke qenë efikas. Cousins. Zia Cousins bukur vet deri në fund. Shkon pasimi, Jon Ismaili ndërpreu. Ati Koshi deri në fund realizon. Ndalet edhe me Ismaili. Bunjaku tek Lejk, i cili mbetet i vetëm. Po e kontrollojnë më mirë takimin në këto momente. Palokaj, mbrojtja ishte e mirë, shkojnë në kundër sulm, realizon. Reed. Koshi për një tjetër treshe, ati Koshi. Bickerstaff. Ismaili gjuan për 3, meriton Ismaili, realizon. Kian
Anderson bën slalom e realizon edhe publikun nga gjumjes gjanë mund themi pasi goxha të hishtur. Vllaznimi po tenton të reziston, bukur rënda Sylla shkon deri në fund, 54-76 tash mund vetëm se po shkëputet në rezultat. Skuadra e Bashkimit, blokade meriton Ismailit. Nuk e lejon depërtimin e Bedrës. Në fakt është personalja e meriton Ismailit. Teksa vjen treshja nga rënda Sylla. Kian Anderson, Isaiah Cousins depërton vetë deri në fund. Në kuadër të FIBA Europe Cup, kur kundër skuadrës së Anvillit, kthej topin në duart e Da Syllës, i cili gjuan për 3 realizon. Bukur Anderson për Cousins, nuk arrit të realizon ati kushi. Anderson bukur tek TJ Bickerstaff. E shohim asistin perfekt të Kian Anderson. Vetëm se po fillohet rezultati Qeqaj deri në fund shkon realizon. Reed. Deri në fund Reed, edhe një herë i sakt. Palukaj do gjuan për 3, është i sakt, Jan Palukaj. 66-95. Bukur, Bunjaku për Bytyqin. Dyshja Prizrenase që përshëndetet edhe nga publiku. 101-66 në anën tjetër, Bedra që lon për 3. Palukaj, Bytyqi, bukur, asist për leg. So bukur. Një tjetër no look pass vjen nga i riu Besim Bytyqi shini. Fantastik. E kënaqësi kur i shohim lojtarë të rinj të marrin përgjegjësi dhe shfaqin lojra të tilla. Kjo është fitore më e madhe për basketbollin e Kosovës se sa kur fitohet një ndeshje. Po shpresojmë që Bytyqi të vazhdon me kësaj lloj performancash dhe të jetë ndër ata të rinjë që do të shkëlqejnë në të ardhmen në Kosovë. Përfundon dueli 69 me 106, Bashkimi dominoi absolut në pjesën e dytë për të arritur deri tek fitoria.